Mbani shënim, këto janë datat më të rëndësishme për tetorin. Nëse ndihesh i lodhur në fillim të këtij muaji nuk je vetëm, sapo kalove sezonin e eklipseve muajin e kaluar i cili solli ndryshime të mëdha, si dhe përjetove përfundimet e fillimet të destinuara. Horoskopi i tetorit e vendos fokusin tënd tek gjetja e ekuilibrit në jetën tënde, ndërsa muaji nis me diellin që udhëton nëpër peshore. Marrëdhëniet e tua të ngushta mund të vijnë në qendër të vëmendjes dhe gjatë javëve në vijim mund të ndihesh më i përqendruar për të luftuar për drejtësi dhe për të kërkuar paqe, tipike peshore si në jetën tënde personale, ashtu edhe në atë profesionale dhe sociale. 6 tetor. Mërkuri shkon tek Akrepi, muaji nis me misteri në ajër kur Mërkuri, planeti i komunikimit, kalon në shigjetar në 6 tetor. Je gati të luash rolin e detektivit gjatë javëve në vijim? Nëse po, mund të zbulosh thelbin e çdo situate. Bisedat mund të jenë më të drejtë për drejta, të ndjeshme, shëruese dhe të thella. Nuk do të kesh frikë të prekësh tema apo ndjenja tabu. 6 tetor, hëna e plot në dash. Sërish në 6 tetor, një hënë e plot dhe guximshme në dash mbizotron qiellin. Kjo hënë e plot të kërkon të marrësh përgjegjësi në marrëdhëniet e tua ose ndoshta të angazhohesh në zgjidhjen e konflikteve apo riparimin e këtyre raporteve. Kjo mund të të ndihmojë të përballesh me ndjenja që i ke injoruar dhe gjithashtu të mësosh të ngresh zërin për veten tënde. 13 tetor, afërdita shkon në peshore. Disa ditë më vonë, marrëdhëniet e tua më në fund mund të marrin frymë lirisht kur afërditat kalojnë peshore në 13 tetor. Javët në vijim vënë në mikroskop marrëdhëniet e ngushta një për një, por gjithashtu sillin më shumë lehtësi dhe përparim. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë, ndërsa çiftet mund të vendosin të hedhin hapin tjetër së bashku. Ky është një moment i shkëlqyer për bashkëpunime dhe për nënshkrimin e kontratave të reja. 13 tetor, Plutoni kthehet në pozicionin e tij. Përplasjet e fuqishme do të rishfaqen kur Plutoni të kthehet direkt dhe të përfundojë prapavija e tij në ujor. Ky është çasti për të përqafuar anën tënde të errët dhe për të përballur me ndjenjat që i ke mbajtur të mbyllura brenda vetes. 21 tetor, shenjat e prapavijës së Mërkurit. Mërkuri nuk hyn në prapavi deri në muajin tjetër, më 9 nëntor, por do të fillosh të vëresh shenjat dhe disa pengesa në marrëdhëniet personale në 21 tetor, kur të nis ndikimi i prapavijës. Kushtoj vëmendje gjërave dhe njerëzve që do të shfaqen përpara gjatë kësaj periudhe. 21 tetor, hëna e ren peshore. Po ato ditë një hënë e ren peshore do të sjellë një fillim të freskët për lidhjet e tua të ngushta. Kjo energji është e mrekullueshme për një fillim të ri në marrëdhënie dhe për të zgjidhur çdo çështje të mbetur pezull, ose për të zgjedhur të lësh pas lidhjet që nuk të shërbejnë më. Disa mund të krijojnë angazhime të reja, ndërsa idet brillante mund të mbushin mendjen tënde. Gjithashtu është e mundur të shfaqen mundësi të reja profesionale. 22 tetor, prapavia e Neptunit te Peshqit. Energjia merr një nuancë më të çuditshme kur Neptuni të rikthehet në prapavi të Peshqit në 22 tetor. Kjo të çon pas në 29 mars, në herën e fundit kur Neptuni ishte në këtë pikë të qiellit, duke lëvizur në përshenjën e peshqve. Tema dhe çështje të ngjashme si në planin personal, ashtu edhe kolektiv, mund të rishfaqen. Neptuni është planeti i spiritualitetit, ëndrave dhe mshurisë dhe besimeve. Teksa kalon tek Peshqit, një shenjë medituese, ai na kujton përvojën tonë të përbashkët si qenie njerëzore. Ëndrat mund të bëhen më të gjalla, krimtaria jon mund të shpërthejë dhe do të udhëhiqesh më shumë nga zemra. 22 tetor, qielli hyn në Akrep, po në të njëjtën ditë. Dielli hyn në Akrep duke të inkurajuar të zhytesh thellë në mendime. Javët në vijim të ndihmojnë të ndërtosh qëndrueshmërinë tënde dhe të rimarrësh fuqinë. Nuk po fshihesh më, si dhe nuk po i shmang frikrat, por je gati t'i përballosh ballë për ballë ato, të shërohesh dhe të transformohesh në këtë proces. 29 tetor, Mërkuri hyn tek shigjetari.
Muaji mbyllet me Mërkurin, planetin e komunikimit që kalon në shigjetar, duke i bërë të gjithë të flasin para se ti mendojnë gjëra deri në fund. Kjo është padyshim një energji debatesh, por gjithashtu të ndihmon të kesh biseda të rëndësishme që ushqejnë kuptimin tënd për botën dhe formësojnë besimet e tua. Javët në vijim gjithashtu të ndihmojnë të shohësh nga lart dhe të marrësh në konsiderat një pamje më të gjerë. Në stilin tipik të shigjetarit, syno lart dhe ëndërro të kapësh yjet, pasi asnjë ide nuk është shumë e madhe apo e pamundur.